Sot kam kënaqësinë që të prezantojmë programin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Në radhë parë do doja që t'ju falenderoj gjithë juve që keni punuar gjatë gjithë kësaj kohe me shumë përkushtim, me shumë vëmendje, për të bërë të mundur që edhe PDU-ja të prezantoj para publikut angazhimet e saj dhe programin e saj. Ka qenë punë 1 vjeçare me shumë specialistë të fushave të ndryshme dhe sot ne do kemi 13 prezantime. Sigurisht jo rastisht kemi zgjedhur 13, po janë 13 drejtime kryesore me të cilët ne do të prezantojmë programin ton. Sigurisht duke ruajtur fillin ton si parti e interesit kombëtar dhe interesit të qytetar. Dhe pasurimi i këtij vizioni padyshim që do të qëndrojë brenda këtij kontenti të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që e cila tashmë është një parti 8 vjet parlamentare dhe jam i bindur që edhe me atë çka po shohim për ditë, po edhe për atë çka kemi bërë betejat tona deri më sot, po edhe ky program jam i bindur që tashmë PDU-ja do të jetë me grup parlamentar, do të jetë 12 vjet parti parlamentare dhe do të jetë tek partitë historike. Siç e thash, vizioni jon është thellësisht dhe qartësisht një vizion kombëtarist ku interesi kombëtar dhe interesi qytetar prevalon me gjithë interesat e tjera dhe i gjithë programi jon dhe të gjithë fushat për cilët ne sot do prezantojmë, padyshim që janë formësuar me këtë fokus. Dhe më lejoni shumë shkurt të filloj nga vizioni me cilin ne do ta nisim këtë prezantim dhe nuk mund të ishte ndryshe përveç se me moton tonë që kemi veç një dhe. Në fakt, më duhet bëj një shpjegim të vogël, pse e kemi zgjedhur këtë dhe pse kjo na përfaqëson në një farë mënyrë edhe atë çka Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Ne dimë shumë mirë që Shqipëria ka shumë probleme. Problemet më të mëdha janë të papunësisë, të varfërisë, të një shteti i cili akoma nuk ka formzuar strategjitë e saj kombëtare, strategjitë ekonomike, strategjitë në politikën e jashtme. Por ajo që është thelbësore është që ne mendojmë që dashuria, përkatësia jon është shumë e rëndësishme në mënyrën se si ne pastaj formohemi. Dhe ç'a na bën ne që të jemi bashkë si shqiptar. Jo vetëm termi nga preveza në mollën e kuqe, por përkatësia jon të gjithë bashkë ka të bëjë me disa elementë thelbësor, të cilët ne nuk mund t'ia anashkalojmë, por përkundërzi Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet i ka në thelbin e saj. Ajo që na bashkon gjithë shqiptarët është atdheu, është kombi, është flamuri, është gjuha, është historia dhe këto për këtë arsye ne jemi shqiptarë dhe kjo është përkatësia jonë. Kështu që vendosja në fokus e këtij vizioni padyshim që si fill ka përshkruar edhe të gjithë pjesët e tjera të programit që me radhë ju do t'i prezantoni. Një element shumë i rëndësishëm dhe padyshim i kahershëm dhe i qëndrueshëm i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet është një zë për bashkimin kombëtar dhe për çështjen çame aspirata e kahershme e kombit shqiptar. E kemi thënë, nuk do të rresim së thënie, që bashkimi kombëtar është një aspiratë e gjithë shqiptarëve dhe është e sanksionuar në Kushtetutën e Shqipërisë. Kush lexon vetëm preambulën e saj do të kuptojë që aty shkruhet e zeza mbi të bardhë që ne, shtetësit e Republikës së Shqipërisë, do të punojmë për aspiratat e kombit shqiptar, për identitet dhe bashkim kombëtar. Pak më sipër fola për atë çka na bën ne bashkë, përkatësia, identiteti, dinjiteti. Unë jam i bindur që këto element përbëjnë një qytetar me dinjitet, me identitet të spikatur kombëtar, i cili është qytetar që mund t'i japi llogari. Kurse për sa i përket kësaj aspirate, padyshim që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet e ka këtë aspiratë si aspiratë të gjithë shqiptarëve, por ne jemi larg folklorizmit. Është një aspiratë e cila për cilën duhet punojmë të gjithë dhe duhet filloj nga gjërat e vogla për të arritur tek gjërat e mëdha. Ne nuk na ndalon kush që kufit me Kosovën t'i bëjmë konvencional. Pra, bashkimin arsimor, ekonomik, kulturor, janë shumë forcat centrifugale të cilat ne na bëjnë si shqiptarë që të ndihemi larg njëri tjetrit. Është detyra jonë që ta shohim këtë gjë si mundësi dhe si potencial shumë të madh.
Padyshim që pika themelore, një ndër pikat themelore të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet është çështja e shqiptarëve të çamërisë. Jo si çështje e veçuar, po si një çështje kombëtare e gjithë shqiptarëve, sepse ka të bëjë me pjesën që ka mbet më mbrapa nga të drejtat e shqiptarëve ka shqiptadresive që janë bërë aty. Dhe ne kemi parë çështjen Çame si çështje që bashkohet hartës identitare të kombit shqiptar. Dhe unë jam shumë i lumtur sot që kjo çështje është bërë e gjithë shqiptarëve, ashtu siç ne kemi punuar pareshtur në sensibilizimin që edhe problemet e të drejtave shqiptare në Malzi, të drejtave shqiptarëve në Maqedonia apo Ilirit, do thoshte Mesila, apo në Greqi, apo në gjithë botën, janë çështje edhe tonat. Edhe demarkacioni është çështje jona, edhe Zajednica është çështje jona. Madje ne s'na pengon kush që të kemi një reagim kombëtarist për sa i përket kësaj. Dhe çështja Çame i bashkohet së kolanës hartës identitare të kombit shqiptar dhe padyshim do vazhdoj të jetë me vizionin ton pika themelore, po tashmë, nëse në 4 vjeçin që kaloi ne kishim kombëtarizimin e saj, bërëm pjesë të politikës shqiptare, të qeverisë shqiptare, të dialogut midis Shqipërisë dhe Greqisë, tashmë do kalojmë në një stad tjetër që ka të bëjë me ndërkombëtarizimin dhe marrjen e hapave të drejtë për drejta për zgjidhjen e saj. Ne edhe në këtë çështje padyshim që dallohemi nga partitë e tjera. Nëse partitë e tjera do hyjnë këtë garë, do mbarojnë 25 qershor, do të marrin pushtetin, do bëjnë çka kanë bërë deri tani, për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, 25 qershori, fitoria jonë në 25 qershor, fillon dhe puna më e madhe dhe detyrimi më i madh i jonë. Një detyrim për çështjen Çame, për cilët ne nuk mjaftojmë më të flasim. E kemi marrë këtë çështje të padrejtësie familjare, komunitare, e kemi bërë gjithë shqiptarëve. E kemi marrë edhe kalvarën e stigmatizimit mbi vete, e kemi çuar në majt malit, si miti i Sizifit, si gurin e Sizifit, por sot ai mal është mbi shpatullat tona, sepse në këtë 4 vjeç ne nuk duhet flasim, por ne do të marrim hapa për ndërkombëtarizimin e saj dhe për hapjen e rrugëve ligjore, për zgjidhjen e çështjeve pronësore, por edhe të bërjes presionit maksimal që Shqipëria dhe Greqia të ulen ta gjejnë këtë zgjidhje, duke filluar nga heqja e ligjit luftës. Për kaluar një moment tjetër të vizionit tonë, sigurisht që ne kemi folur vazhdimisht për një pak kombëtar. Një pak kombëtar sepse ne po shohim që në 27 vjet politika shqiptare ka qenë jashtëzakonisht e zonja për të prodhuar kriza, por ka qenë absolutisht e pazonja për t'i absorbuar ato, për të bërë pikërisht atë që bën politika, arti i të mundurës. Dhe ky konfliktoritet për 27 vjetësh, padyshim që na ka bërë që ne mos detektojmë apo mos shohim mirë nevojat që ka vendi për reforma, por reformën e kemi kthyer në populizëm të pastër, duke përdorur emocionet e njerëzve, ndasitë e tyre, për gjithë ata që na ndajnë ne me njëri tjetrin, për të parë kundërshtarin e bardhë dhe zi, për të na kthyer në skuadra futbolli. Për shembull, unë jam me Tiranën, dikush është me Partizanin, unë vazhdoj të rri me Tiranën, megjithëse Tirana do jetë në kategori 2. Me këtë dua të them që nuk mund të jetë e tillë politika dhe përkatësia. Ne duhet bashkëveprojmë si shqiptarë midis njëri tjetrit dhe duhet i largohemi populizmit i cili po bëhet pjesë dhe shfaqja e populizmit është konfliktoriteti. Ky konfliktoritet që ne kemi parë gjatë gjithë kohës, i cili nuk bën gjë tjetër vetëm që mos flitet për reforma. Dhe për këtë arsye, ne mendojmë që për pikat më themelore që ne jemi të gjithë dakord dhe i kemi detektuar shumë mirë, ne të kemi një pak kombëtar. Pra, politika të bëhet bashk për ato gjëra që i interesojnë shqiptarëve, siç është integrimi, apo reforma në drejtësi, apo një shtet shumë më solidar, shumë më i drejtë me shtetin ligjor, pra gjëra të cilat ne na çojnë drejt aspiratave tona dhe një projekcion, do të thoja, europian aty ku Shqipëria e ka vendin. Sigurisht që këto janë, unë nuk do të ndalem shumë në këto pjesë, po them që pse kemi një element të rëndësishëm të programit tonë. Ju e dini shumë mirë që për shkak zhgënjimit nga politika për 1 milion arsye, për një tranzicion të zgjatur, do të thoja,
Dhe këtu më kujtohet vetja ime, bashkë me disa të tjerë, 27 vjet më para, ishim shumë të sigurt që me rrëzimin e sistemit komunist dhe me rizën e dhjetorit ne pritshim të nesmen ne të ishim pjesë e Europës, po shohim që kanë kaluar një kalvar i gjatë, do të thoja, gjatë gjithë kësaj kohe, derisa vim në një moment që e shohim për ditë që ky vend po braktiset, po ikin. Po ikin nga zhgënjimi, po ikin se shohim një mundësi më të mirë, dhe ajo që është më e keqe është se nuk po shohin shpresë. Ndërkohë që Shqipëria është një vend i begat, një vend i jashtëzakonshëm, nga vendet e rralla që mund të ketë një pozicion gjeografik të jashtëzakonshëm, mund të ketë një potencial të jashtëzakonshëm turizëm, bujqësi, është vendi i dytë në sistemin hidro, ka një pozicion gjeografik të jashtëzakonshëm dhe nuk po bëhet, duke sigur Zoti i ka dhënë gjithçka shqiptarëve përveç mendjen e mangët të politikanëve. Dhe çosi si po braktiset ky vend, është një gjë që gjithë ne duhet nuk mund ta lëmë rastisë. Po bashkë kemi lexuar me grupin e punës, edhe me grupet e interesit me të cilët ne kemi punuar, që në një studim të Organizatës Kombeve Bashkuara në 2100-ën, Shqipëria parashikohet që të ketë 1.7 milion banor. Imagjino që në 90-ën ne kemi qenë 4 milion banor. Dhe besoj që kjo është një kamban e madhe, alarmi, dhe kjo nuk mund zgjidhet dot as me metoda ndalimin kufi, as me metoda anti-azilante, por kjo zgjidhet me duke i dhënë mundësi shqiptarëve ta shohin vendin e tyre, vendin e jetesës dhe shpresës, dhe ne prandaj kemi edhe sloganin tonë kemi vesh një dhe. Dhe për këtë, ju do të shpjegojnë më vonë dhe më gjatë, mjafton po të them dy momente. E para, pra, të kesh shumë tepër solidaritet njerëzor dhe social. Kjo është arsye pse ne kemi propozuar autoritetin kombëtar të solidaritetit. Ne shqiptarët kemi qenë bujar, po nuk dua të them që kemi qenë bujar me të huajin apo me mikun, ne duhet të jemi bujar me gjithçka që na rrethon, me komshiun rreth parë. Sepse ne nuk mund të jetojmë shumë mirë brenda shtëpisë tonë dhe sa të dalim nga dera kemi komshiun apo kemi atë që është në rrugë i cili është në kufi të ekzistencës. Dhe padyshim që unë kam parë edhe nga shumë nga këto shoqata të cilët stimulojnë pikërisht bamirësinë, dhe njëra nga ato e ka shumë bukur sloganin bamirësia nuk të varfëron, përkundrazi, se të gjithë marrin nga Zoti, po varet se si e shpenzojnë. Një solidaritet shumë i madh njerëzor, por dhe i koordinim shumë i madh i gjithë mundësive të OJQ-ve, të shtetit e tjera për të shkuar për kujdesin social aty ku ka nevojë, por edhe për stimuluar nga shteti me pagesa, me subvencione, me pensione, nga më të ndryshme për ato që kanë në më shumë se 2 fëmijë edhe të tjerë. Por e rëndësishme këtu është edhe pjesa e iniciativave për biznesin, sepse ne kemi edhe një emigrim brendshëm. Ju e dini që të gjithë tentojnë të vinë edhe mirë bëjnë mas pasaportizimit të Enver Hoxhës, që të vinë drejt Tiranës apo vinë brenda qendrës të banuar, por nuk e kanë shumë qartë se ku po vinë. Dhe edhe kjo nuk mund të jetë një lëvizje kaotike, dhe besoj që Shqipëria është një vend i vogël dhe në shumë nga këto vende që po braktisen ka mundësi të jashtëzakonshme për bujqësinë, pra për të jetuar me punë, me bujqësi, me turizëm. Shqipëria është një vend që mund ta bëjë këtë gjë për 12 muaj të vitit, dhe jo ne shohim vetëm këto 2 muaj të plazhit, por besoni vendet e jashtëzakonshme për turizëm, një natyrë e jashtëzakonshme në veri, në lindje të Shqipërisë për turizëm gjatë 12 muajve, po edhe për turizëm historik. Por në këto zona ka nevojë absolutisht që shteti të krijojë iniciativa fiskale, pa taksa apo subvencione, në mënyrë që ata ta kthejnë një mundësi dhe oportunitet shumë të madh në vendet ku jetojnë. Dhe shumë iniciativa të tjera që ata që do të lektojnë mbrapa do ta bëjnë shumë të qartë këtë gjë. Kemi nevojë, kemi thënë, për një pak kombëtar në ekonomi, dhe do ta lidh me pikën tjetër, kemi nevojë për pak kombëtar që bashkon ekonominë e tre shqiptare, për së paku 100.000 vende pune dhe për kryer parakushtet e bashkimit kombëtar. Do doja që të shihja bashkë. Tani, ne të gjithë kemi dëgjuar që vazhdimisht sa herë që vinë zgjedhjet, partitë politike thonë që në 4 vjet ne do bëjmë 300.000 vende pune, 200.000 vende pune, 400 i kanë bë, 300 i kanë bë, do bëjmë 200.000 tjera. Dhe në fund fare ne shohim që
nuk përkon me realitetin, pa i hy pastaj shifrave që këto në ca raste janë legalizim apo nuk e di se çfarë. Ne mendojmë që një ndër mundësitë më të mëdha që Shqipëria vërtet ketë mundësi në 4 vjetën e ardhshëm që të ketë punësoj 100.000 veta, janë dy paradigma. E para, ne duhet, dhe kjo është një ndër pikat që ne kemi të programit tonë, ne do stimulojmë një diskutim të madh publik me specialistë të gjitha fushave për të përcaktuar se kush është profili i ekonomisë shqiptare. Ne sot akoma nuk e dim. Dim që themi turizmin, dhe ndërkohë nuk shohim aty që të ketë një përqendrim tax holiday, investimesh apo një prioritet themi tek. Flasim për bujqësinë, okay, ka iniciativa shumë të mira. Po ndërkohë flasim për turizëm, 10-15 kilometra më matan ngrihet një fabrikë çemente. Flasim për bujqësinë, për mundësitë e jashtëzakonshme të pozicioneve gjeografike, për sisteme hidro. Ne mendojmë që ne duhet nisim diskutim të madh të specialistëve, do të thoya në radhë parë, të biznesit në radhë dytë, për të përcaktuar se kush është profili ekonomik i Shqipërisë. Çka kanë parasysh me këtë? Mund bim dakord dhe pak a shumë ka një lloj dakordësie, por kjo gjë duhet të jetë tashmë dakordësi publike e jo vetëm i copy paste të programeve të qeverisë, që turizmi, bujqësia apo të tjera janë avantazh konkurrues i Shqipërisë. Shumë mirë, mund ta bëjmë të integruar këtë gjë dhe të gjithë investimet, të gjithë iniciativat fiskale të shkojnë të përqendrohen në këtë drejtim. Por ne mendojmë që nuk mjafton vetëm kjo. Të njëjtin gjë duhet bëjë edhe Kosova. Pra, kush është edhe Kosova duhet të përcaktojë jo thjesht me retorik, po kush është profili ekonomik i Kosovës dhe se si të dy këto profile duhet të jenë komplementare me njëra tjetrën. Është mundësi e jashtëzakonshme për biznesin shqiptar, për biznesin e Kosovës, që tashmë mos prodhojmë për 3 milion shqiptarë të Shqipërisë, 2 të Kosovës apo shqiptarët e Maqedonisë, por të keni treg më të madh rajonal prej 7 milion shqiptarësh. Kjo do t'jap mundësi që biznesi të zhvillohet, të ketë më shumë produkt, kjo sjellë një konsum më të madh dhe sigurisht edhe punësim më të madh. Dhe kjo është një ndër rrugët më të mira. Apo të hyjmë studimet, unë nuk di sot për shembull në dijenin time se për çfarë mallash konkuron biznesi shqiptar. Është konkurrues me vende rajonit për 1, 2, 3, 4, 5 fushë. Dhe bërja një ekonomie komplementare midis dy vendeve do të akselerojë një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik midis dy vendeve tona, por mund ta fillojmë nga pavarësia energjetike. Ju e dini shumë mirë që Shqipëria është vendi i dytë në hidro në Europë, Kosova është shumë e pasur me qymyr. Këto nuk ndodhin njëkohësisht. Pra, sa herë që sistemet hidro, Shqipëria mund të ketë probleme me përdorjen ato dhe të dy vendet mund të fitojnë pavarësinë në bashkë, mund të fitojmë pavarësinë energjetike, e cila është shumë e rëndësishme. Por kështu mund të gjejmë rrugë dhe mundësi pafund. Me grupin e punës që kemi punuar për pjesën e ekonomisë dhe sistemit fiskal, i pas një takim me disa biznesmen nga Kosova. Unë kam qenë i befasuar nga nevoja për bashkëpunim dhe i befasuar nga pengesa pafund midis dy vendeve tona. Ju e dini që Shqipëria me Kosovën zihet për ditë për qumshin dhe në mënyrë stinore për patatën, apo për gjëra të tjera që duken ne flasim për gjë tjetër dhe ne ndërkohë nuk kemi zgjidhur këto probleme. Pra, heqja e të gjithë barierave fiskale, doganorët janë hequr s'ta pengon njëri. Futja dhe bërja pjesë e rritjeve kapaciteteve midis dy vendeve, edhe duke qenë pjesë e atyre që Bashkimi Evropian stimulon për vendet e rajonit, rritje e kapaciteteve ndërvepruese midis dy vendeve, midis vendeve të rajonit. Ne kësaj radhe kemi fatin e mirë që këtu shtim ta bëjmë me shqiptarët, cross border, interreg, vendet kufitare kanë edhe 10 mundësira që ne gjithë këtë potencial të madh ta integrojmë dhe ta fokusojmë në drejtimin e duhur. Kjo mendojmë ne, bashkë me shumë elemente të tjerë, është një ndër paradigmat kryesore pra përcaktimi i profitit ekonomik të Shqipërisë, avantazhet konkurruese të saj, një dakordësi të madhe publike me specialistë fushës dhe biznesit, bashkë me mundësinë e hapjes dhe heqjeve të gjithë barierave ndër Shqipërisë dhe Kosovës, janë për ne vërtet mundësira dhe potenciale
të jashtëzakonshme për punësimin e 100.000 shqiptarëve, se nuk mund të them dot më shumë se 200.000, 300.000, 400.000 na kanë zënë të tjerët, që ne porrim ke 100.000. Të kalojmë në një element të rëndësishëm të programit tonë, ne kemi thënë gjithmonë që ka nevojë për i pakombëtar për diasporën. Është shumë flitet, ne jemi vend që besoj shumë pak kanë familjet tona që nuk ka një të afërm ti jashtë shtetit, jashtë si emigrant. Ata kontribuojnë jashtëzakonisht në ekonominë e Shqipërisë. Shumë herë po t'i shohësh parametrat makro të Shqipërisë, nuk ka kompjuter që i nxen, bilancin tregtar e shumë gjëra të tjera, por fal kontributit të emigracionit shqiptar të vjetër dhe tre, diasporës vjetër dhe tre, dhe mos harroni që janë 35% e shqiptarëve, mbi 1 milion e ca shqiptar. Kontributi i tyre me remitanca apo me investime direkte e kanë mbajtur këtë vend një ndër gjërat më kryesore që kanë mbajtur këtë vend në këmbë. Remitancat ka qenë të rendit 1 miliard, tani janë shumë më pak, por me vite kanë qenë të tilla. Çfarë po bëjmë ne për ta? Asnjë gjë. Ne s'mund të jemi thjesht konsumatorët e vëllezërve tanë, miqve tanë. Një miku im politikan, s'po ja them emrin, po më ka ngel mendje, e pyeta në një emision televiziv që ishte koha e krizës në Europë, e se sa do afektonte krizën në Shqipëri. Dhe pyetën, thanë, ore, si mendon tha kjo kriza, sa do ta afektojë Shqipërinë kriza në Europë? Tha, dëgjoj, shqiptarët tha janë si puna atij studenti që rikonvikta. Kur i çoh familja lek, ata janë mirë. Kur nuk i çoh familja lek, ata janë krizë. Kështu është edhe Shqipëria. Dhe kur sa të kemi emigrantë të vëllezërit tanë që na çojnë lek, ne s'kemi për ta ndinë krizën. Kur ta ndinë ata krizën, do ta fillojmë ta ndijmë edhe ne. Po ndërkohë është e pafajshme që institucionet e Shqipërisë janë totalisht pavëmendshme për problemet që ata kanë. Problemet e identitetit, probleme që mund të kenë edhe me ambasadat tona xhenon parat, por problemet mëdha që duhet i adresohen për marrëveshjet e sigurimit shoqërore. Unë e di vjollca që një pjesë mirë i ke bë, po ka edhe me vende shumë të rëndësishme që kanë një prani të jashtëzakonshme të emigracionit, të cilët mund të kthehen nesër dhe mund të riskojnë që të ngelen pa pension. Apo vëmendje që ne duhet kemi kashi mbajtjes identitetit tyre nëpërmjet të shkollimit të fëmijëve tyre me gjuhën shqipe. Dhe këtu Shqipëria do të jetë shumë e vëmendshme. Nëse të kujtoj faktin që në Greqi janë rreth 150.000 fëmijë, të cilët nuk riskojnë që mos binë kontakt me gjuhën shqipe, me abetaret apo me një shkollim të nevojshëm për ta ruajtur identitetin, dhe kjo gjendje është edhe në shumë vende të tjera. Për shembull, ne me iniciativën tonë kemi shkuar në Izmir me shoqatën Çambëria, kemi ndihmuar që të hapet kursi i gjuhës shqipe atje, dhe mund vjen shumë mirë që tani para 2 javësh ka marrë kursi i 4 i gjuhës shqipe. Dhe tani po shkojmë dhe 3. Po këto nuk mund të jenë iniciativa sporadike, kjo është arsyeja pse ne mendojmë që siç e kanë dhe vendet zhvilluara që kanë emigracion shumë të madh, që ka nevojë për një ministri diasporës, e sa të rrim të lusim lart e poshtë për investime të huaja, ja ku jemi të krijojmë iniciativa dhe oportunitete në radh parë diasporës së Shqipërisë, që të vijë dhe të investojë në Shqipëri. Prandaj ne kemi thënë që diaspora një zonë e lirë ekonomike, apo ajo që është thelbësore, që ajo që do kërkojmë Parlamentin e Shqipërisë, ndryshimi i ligjit për shtetësinë, ku çdo shqiptar jashtë Shqipërisë, i cili është me origjinë shqiptare, ai mos ketë barriera për të marrë shtetësinë shqiptare, dhe besoj që shqiptarët do shkojnë në numrin real ku i ka vënë Zoti, por do jemi dhe potencial shumë i madh në ruajtjen e identitetit ton, në ekonomi, në biznes, po besoj që janë dhe ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Do i bi çik më shkurt se më duket ja u mora atyre që do flasin mbrapa. Kur folëm për një pak kombëtar, ne dim shumë mirë që gjithë ne flasim për integrimin evropian. Po tashmë ka ardhur koha që ne të kemi një agjendë mirë përcaktuar të çka quajmë agjendë integruese. Gjithë forca politike do të jemi dakord, dhe në çdo moment që ka nevojë që ne të votojmë parlament apo të hapim rrugë pikërisht kësaj agjende të përcaktuar, gjithë forcat parlamentare, edhe po ishim prapë në çadër që nuk e uroj,
që kjo ka ndodhur në mënyrë sistematike, apo po të jenë parlament, apo të jenë ku mendojnë ata të jenë, të shkojmë parlament dhe të votojmë për atë që është aspirata e kahershme shqiptarëve që kur ka lind njerëzimi për të parë nga perëndimi tashmë edhe me hapa konkret. Ne kemi nevojë që të kemi një pakt kombëtar për të shkëputur nga e kaluara, për të mbyllur kapitullin e regjimit komunist, çështën e pronave të dëshpërblimit për ndjekur etj. Tani, këtu unë dua të ndalem për një moment. Kur flasim për përkatësi, padyshim që trashëgimia kulturore historike është një gjë shumë e rëndësishme. Mua më vjen shumë keq që ne akoma se kemi vëmendje ta kurojmë këtë gjë. Ne shqiptarëve, për shkak të një strategjie të munguar kombëtare, që do fillohet nga Akademia e Shkencave, ne gjëja e parë që na bëjnë na marrin memorien historike dhe ne na zën amnezia. Dhe harrojmë historinë tonë, kulturën tonë, pjesë e identitetit spikatur, dhe na thonë më lene këtë histori tani, se iku ajo se do shohim përpara. Dhe shohim që historia na përsëritet vazhdimisht. Për shkak pozicionit gjeografik dhe shumë gjëra të tjera që nuk do t'i hyj këtu, i herë 100 vjet ne ndodhemi për të njëjtën situatë. Dhe ajo që na thonë gjithë është harroni. Na thonë ne shqiptarëve të Çamërisë që harroni ç'është Çama. Po nuk e harrojmë dot. Rritemi projekcion gjeometrik dhe ai Gjigjoja 95 vjeç thotë nuk dua ta lej këtë botë se të shkoj ta shoh edhe herë shtëpinë time. Ndërkohë që një foshnjë, gjëja e parë që sa fillon të mësoj është thotë unë jam Çam. Po si mund të harrojmë ne, jo në atë histori, po ne nuk do ta harrojmë atë gjë edhe për gjithë shqiptarët. Pse hebrejt, një shembull i shkëlqyer, nuk e harrojnë atë që ka ndodhur me ta. Pse muzeut e Holokaustit, në Izrael, në Jeruzalem, apo në vende të tjera që kanë ndodhur masakra, Mauthausen, janë nga muzeet më të rëndësishëm të njerëzimit. Për një arsye shumë thjeshtë, që kjo histori mos përsëritet më. Pse ne bëjmë gjithçka për të bërë varezat monumentale në Klogjër? Absolutisht ishte një detyrim njerëzor për 3000 veta të cilët ishin varros në një varrezë masive, por ne i bëm ato jo vetëm të pavdekshëm nga pikpamja njerëzore, por bëm një monument pikërisht që mos të harrojmë dhe që gjëra të tilla të padrejtësive të masakrave mos ndodhin më në rajonin tonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Tani, nëse ne nuk shkëputemi nga e kaluara na ndjek nga pas. Ne po na ndjek në një kuptim tjetër. Si është e mundur që sot, në epokën e lirisë, të demokracisë, ne gëzojmë frytet e saj, nuk na i ka dhënë njeri, vazhdon efektet e ligjit luftës dhe efektet e masakrave mbi popullsinë çame vazhdojnë sot e kësaj dite, në një formë tjetër. Sot e kësaj dite, ne shkelja e drejtave të njerëzit vazhdon mbi shqiptarët e Çamërisë. Ju keni parë me dhjetëra raste të çuditshme, të pamenduara, të pleqve të cilët kanë lindur në Çamëri dhe nuk kthehen dot sepse pasaportën e tyre kanë vendlindjen që nuk mund ta ndryshojnë dot. Kërkojnë të ndryshojnë gjithçka, po vendlindjen edhe përgatinë nuk e ndryshojnë dot. Dhe i bllokojnë nëpër kufi. Një sjellje as pat qytetare, lejmë europiane këto të tjerat, kot më fol. Apo për çështjet pronësore. Janë gjërat themelore të drejtave të njerëzit. Por ne duhet ndahemi nga e kaluara duke e njohur dhe duke vënë vendin e vet, dhe duke nxjerrë mësime. E kjo gjë vlen edhe për regjimin komunist. Jemi i vetmi vend që deri më sot nuk kemi bërë një akt për dënimin e sistemit. Mbaj mend që para disa vitesh në Parlamentin e Shqipërisë erdhi një rezolut nga Këshilli i Evropës që duhet ta ratifikonim edhe ne. Gjysma e vendet të Këshillit të Evropës kishin asnjë lidhje me komunizmin dhe prapë ishin bërë pjesë dhe na detyronin ne. Sepse ne deri në atë kohë s'kemi bërë akt i akt. Kishim fol për ditë flasim, por një akt tillë asnjëherë s'kemi bërë. Një akt që në radhë parë ne ta dënojmë si sistem. Pse ai sistem ishte ndërtuar i tillë? E kanë bërë gjithë vendet e tjera, ne s'e kemi bërë. Dhe me që se kemi bërë, sot, për shkak të perceptimit për politikën shqiptare me drejt,
dalin të ri dhe i duket trendi, i duket sigurisht si Che Guevara po të bëhen komuniste, po të bëhen këto gjëra. Dhe nuk e din çka i ka sjellë ai sistem këtij vendi dhe se si ai sistem ishte bazuar jo rastësisht mbi luftën e klasave, mbi pronën ta mbyll shtetërore e shumë elemente të tjerë të cilët të heqjen e besimit në Zot, se duhet mësonin vjeshtën e parë Xhaxhe Veri ke gojë me sheqer, po mbi të gjitha shohim efektet sot. Ne jemi e vetme parti politike, le të flasin gjithë tjerët, që kemi marrë iniciativa reale për këtë gjë në Parlamentin e Shqipërisë. Iniciativa për hapjen e dosjeve bashkë me ligjin e ilustracion. Sot ka filluar të bëhet dhe u ngret ai instituti do bëj shumë mirë, se me thënë drejtën ishte tepërt që sot e kësaj dite në gjykata, prokuria apo kudo, ti të gjesh hetues, masakrues që kanë kaluar dhe ligjin dhe të vazhdojnë të jenë sot na japin shembuj të administratës publike apo të sjelljes publike. Por ne duhet ndahemi nga e kaluara si sistem, në radhë parë, edhe për të bërë moralisht një drejtësi, por e dyta për të parë që kjo gjë mos ndodhë më dhe të shohim përpara. Prandaj për ne është e rëndësishme kjo gjë dhe do vazhdojmë ta kemi një ndër gjërat kryesore tonat. Padyshim që një vend i cili që të ketë koshiencë për gjithë ato që tham, duhet të jetë një vend ku arsimi, rinia, kultura, shëndetësia, mjedisi krijojnë gjithë ata habitat tonin për një vend të mrekullueshëm siç është Shqipëria. Tani, më duhet të shtoj edhe dy gjëra të vogla dhe pastaj ta mbyll sepse e shoh që u zgjata. Ne mendojmë që ka disa elemente që duhet i them këtu. Për shembull, kemi shtruar betimin Karshi Flamurit si përkatësi. Në çdo vend botës, në momentin që vinë në moshë madhore, padyshim që do të keni gjë të rëndësishme për te atyre gjërat të tjera që unë sapo thash, dhe ne kemi propozuar që kush bëhet në moshë madhore të bëjë betimin Karshi Flamurit, që është betim Karshia Dheut. Ne propozuam dhe një muaj një kurs ushtarak, shumë na hodhën sy, po nëse të shohësh gjithë vendet e zhvilluara e kanë për nder që të shkojnë dhe të shërbejnë atë Dheut. Dhe mungesa e këtij edukimi, besoj që është një problem shumë i madh. Dhe ne s'mund të jemi pasive dhe ka shi atyre gjëra që ndodh në rajon. Për ta mbyllur do doja që të flisja pak për mënyrën se si ne e shohim sistemin e taksimit, sistemin fiskal në Shqipëri. Së pari, ne ndajmë idenë që taksat janë rreth parë kontribut për shoqërinë. Pra, biznesi duhet që ne jo vetëm që të rrim dhe të krijojmë çdo lloj lehtësie, por duhet të kuptojmë gjithë bashkë që taksat janë kontribut për shoqërinë. Taksat nuk janë detyrim thjesht për shtetin. Taksidarët nuk janë aty për të marrë aq sa i duhen shtetit, por për të facilituar, për të lehtësuar gjithçka, dhe taksat duhen marrë masi biznesi bën ciklin e vet. Pra, ne duhet të stimulojmë biznesin, mos i shohim ata për shkak të mentalitetit komunist si njerëz të cilët duhet i mjelim, t'i godasim, por si njerëz të cilët çojnë përpara këtë vend. Dhe kjo është një ndër problemet më të mëdha pse ne jemi këtu sot. Kjo është një ndër problemet më të mëdha pse shteti shqiptar mbetet akoma punësuesi më i madh. Pse duhet të jesh i lidhur me partitë politike që dhe të gjithë preferojnë me hyrë në shtet. Sepse të gjithë preferojnë që mos merren me biznes. Ndërkohë që po të shohën në një vend normal, në ekonominë e tregut, do ta dëshirojnë shumë pak shtetin. Por për këtë mentalitet etatist dhe komunist me cilën ne e shohim biznesin, duke e atrofizuar atë, duke parë si kundërshtar, duke parë që ky duhet na japi këto gjona që na takojnë. Jo. Ne duhet të krijojmë gjithçka për t'i dhënë iniciativës biznesit mundësi dhe hapësira pafund. Besoj që nuk duhet bëj gjë tjetër më të rëndësishme se sa kjo shteti shqiptar, sepse këto janë motori i zhvillimit, këta sakrifikojnë, këta janë ata që e kuptojnë shumë mirë çdo thotë cikël biznesit, hidhen me paratë e tyre, punojnë nga mjesin ndërtimtar. Unë e di shumë mirë që një pjesë e tyre nuk i shohin as lekë, se i kanë vetëm shifra që qarkullojnë, por ne nëse nuk
qëndrojmë në një koncept jo etatis ka shi biznesit, padyshim që zhvillimi jonë do jetë një zhvillim foshnjërak dhe me pengesa. Prandaj theksova që duhet një raport tjetër i shtetit, po edhe i administratës fiskale me biznesin. Duke qenë taksat jo thjesht dhe vetëm për t'i dhënë aq sa do taksidari, apo taksidari vit bëj llogarit, aq sa i duhen buxhetit shtetit të parashikuar, nuk e di se si, taksat janë kontribut për shoqërinë. Dhe shoqëria nëpërmjet shtetit duhet t'ia kthejë në shërbime. Në shërbime të cilët kemi nevojë, gjithë në arsim, shëndetësi, kulturë apo kudo. Madje nuk dua ta abuzoj me këtë pjesë, po teorikisht, nëse nga shteti nuk merr këtë shërbime, fillon ajo mosbindja, do thoja, njihet në teoritë fiskale për të pagimit taksave. Unë t'i paguaj që të marr shërbime. Dhe një sistem shumë i drejtë do të ishte një sistem jo vetëm nga ato që rëndom thotë një sistem barabart, transparent për të gjithë, por një sistem i cili do të stimulonte pikërisht biznesin. Stimulimi i biznesit padyshim që do sillte të ardhura më të mëdha, dhe këtu ka shumë për të rishikuar. Nuk do t'i hyj këtu faktit që shumë herë na ushqit se u bë një ndryshim i madh në sistemin fiskal me taksat progresive, nuk u ndryshua asgjë, është ndryshuar me taksë progresive vetëm taksa e punës, pra taksa tatimi i të ardhurat personale, pjesa tjetër është prap taks flet, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që mos na e shesin këtë gjë sikur ka bërë një gjë të madhe, por unë mendoj që do një balancë shumë më të mirë me taksimit punës dhe taksimit të kapitalit. Dhe ky është, besoj që ka nevojë për një studim tjetër, edhe për fasha të korrigjuara, po edhe mendoj që edhe tatim fitimi ne propozojmë nga 15 të jetë 10% dhe mund ndryshoj shkalla e TVSH-s për disa produkte, meqenëse këtu duhet të jem shumë i vëmendshëm. Është një taksë e cila jo që ka një performancë, ka pas gjithmonë një performancë të mirë në të ardhurat, por është një taksë e vështirë për të kalkuluar, por nga krau tjetër, pra do kapacitet administrative, do shumë kujdes, po në fund fare është një taksë qarkullimi, pra nuk e paguan biznesit, thjesht biznesi e merr dhe e qarkullon në një farë mënyrë si agent tatimor. Po nuk do të zgjathem këtu se do kemi mundësi e fundit për ta mbyllur, po flasim gjithmonë për taksa ardhura edhe mënyrën se si duhet mblidhen ato. Ne i qëndrojmë idesë sot e kësaj dite që ne duhet unifikojmë të dy administratat. Administratën tatimore me administratën doganore. Sepse sot ne shohim që janë shumë larg njëra tjetrës, duke si fillimi i mbarimi i biznesit, por nuk është i gjithë cikli i administruar. Ky është një variant e ka plot në vende të zhvilluara dhe mbi 9-5 milion banor, edhe për të ulur kostot administrative, rasti Danimarkës, Estonisë e shumë tjera, që unifikimi i dy administratave bën jo vetëm një menaxhim dhe administrim shumë të mirë fiskal, sepse ju e dini që dy administratat sot kanë një plan, megjithëse sistemi unifikuar, megjithëse Shqipëria ka një sistem të unifikuar taksash. Pra, ne kemi TVSH-n tatim fitimin, po TVSH-ja mblidhet në dy administrata dhe kjo krijon që njëra do të bëj planin nga një anë, tjetra do të bëj planin nga ana tjetër dhe në fund fare kjo bëhet e gjitha në kurriz të biznesit. Pra unifikimi i këtyre administratave është folur vazhdimisht, po dikush duhet ta marrë guximin ta bëjë tashmë se nuk ka rrugë tjetër.